çfarë është urgjente për të ndryshuar në qytet? Ka shumë gjëra urgjente. Fillimisht duhet të theksojmë se në qytet ka pas gjatë këtyre viteve gjëra të mira që kanë ndodhur. Dhe angazhimi jonë është të hyjmë mes partive politike që në një farë forme të bëjmë atë dallimin të mirën edhe të keqen, pasi ato më tepër merren me akuza dhe akuza kundër njëri tjetrit. Për shembull, një prej çështjeve që ka qenë e mirë, ka qenë lirimi i hapësirave publike, mirë po mund të them se është bërë në mënyrë selektive. Se në mënyrë selektive, çfarë konkretisht e keni fjalën? Është për shembull, unë do filloj nga lagja ime, aty kemi një vend ku është i uzurpuar nga një person privat, edhe si lagje kemi dërguar një peticion deri te kryetari i komunës për lirimin e hapësirës publike. Ku gjendet kjo konkretisht edhe një? Ajo gjendet dikund aty afër Bashkës së Përgjës, ashtu i themi ne te kjo pjesa. Edhe është konstatuar, ka ardhur edhe inspektorati komunal në vend e ka konstatuar se është hapësira uzurpuar publike, por atë kemi edhe vendim që sjell nga inspektorati, është urdhëruar pronari që ta lirojë hapësirën publike, mirë po deri ditën e sotit ajo nuk ka ndodhur. Shpresojmë që inspektorati i komunës do të marrë hapa konkrete që ta liroj atë hapësirë, edhe rrugës që janë 101, 102, që kanë probleme me parkimin, pasi rrugicat janë të ngushta, të rregullohet çështja e parkimit, se në shumë zona dhe blloqe të ndërtesave si kanë rregulluar dhe u kanë mundsuar qytetarëve që të shfrytëzojnë si hapësira parkimi.